Përshëndetje gjithëve, kësa herë në podcast do të fokusohemi tek shëndetësia, do të flasim për një temë që thuajse i prek të gjithë çiftet e reja, por jo vetëm infertilitetin, por edhe atë skandal që ka shpërthyer në Evropë së fundmi, besoj që shumica për jush e ka dëgjuar dhe që ka të bëjë me donacionin e një sperme me përmbajtje kancerogjene. Për të folur pikërisht për këto dy tematika, kam të ftuar në një lidhje të drejt për drejt doktoreshën ginekologe Eglandina Dema. Doktoresha, faleminderit shumë që jeni me ne. Përshëndetje, me shumë kënaqësi. Infertiliteti, unë e thash, është një fenomen që së fundmi neve po e dëgjojmë gjithnjë e më tepër, është përhapur në masë. Pse ka ndodhur kjo? Në fakt, ne duhet si fillim të përcaktojmë termat, të bijem dakord me termat, pastaj për të filluar për të përcaktuar arsyet. Infertilitetin në radhë të parë nuk duhet ta ngatrojmë me sterilitetin. Infertiliteti është kur një çift ka marrëdhënie të rregullta të pambrojtura për një vit dhe nuk realizon dot një shtatzani të dëshiruar. Dhe këto mund të jenë për arsye të ndryshme, por në pjesën më të madhe të rasteve të rikthyeshme. Ndërsa sterilitet është kur është e pamundur të realizohet një shtatzani nga të dyja palët, pra është me çdo lloj mënyre teknik mjekësore të avancuar nuk realizohet dhe kjo është sterilitet. Për të kthyer po prap tek infertiliteti, arsyet janë të shumta dhe mund të jenë sipas faktorit femëror, gati në 30% të rasteve, faktori mashkullor, po prap 30% të rasteve, dhe mund të jetë pastaj me faktor të përbashkët ku kanë problematika të dy partnerët dhe shkaktohet infertilitet edhe në këto raste. Në fakt, ne të gjithë e dim se për të patur një konceptim duhen dy qelizat, qeliza vezë që vjen nga vezoret e një gruaje dhe qeliza mashkullore apo spermatozoidi që vjen nga burrat. Pra, gjysma e materialit gjenetik vjen nga gratë dhe gjysma vjen nga burrat. Dhe për të bashkuar qeliza vezë me spermatozoidin, normalisht duhet të jenë rrugët femërore, pjesa duke filluar nga pjesa e rëndësishme qoftë e qafës së mitrës dhe pastaj endometri dhe pastaj tubat dhe tek vezoret duhet të jenë të gjitha në normalitet për të funksionuar apo për të ndodhur bashkimi i këtyre dy qelizave. Kështu që ne që nga ky moment kuptojmë që faktorët që mund të shkaktojnë infertilitetin janë të shumta. Por sigurisht ka edhe raste kur asnjëri nga partnerët mund të mos ketë asnjë lloj problematike shëndetësore të dukshme dhe përsëri mund të kemi mos realizim të një shtatzanie dhe në këto situata ne njohim shumë situata jo vetëm nga literatura dhe shkenca, por edhe nga njerëz që janë rrotullnesh, që mund të kenë dashur shumë vite për të realizuar një shtatzani spontane dhe në fund është përcaktuar që nuk ka patur asnjë lloj problematike shëndetësore të dukshme fizike, por ka mjaftuar vetëm një element që është stresi dhe është element shumë i rëndësishëm dhe nuk është realizuar kjo shtatzani. Për të rikthyer pastaj tek faktorët e rëndësishëm që kanë të bëjnë me problematikat shëndetësore, ku në rastin e grave, normalisht ne vim në jetë me një bazë qelizash ovocite, pothuajse 2 milion, 1 deri në 2 milion në lindje, dhe në pubertet, në fillimin e pubertetit dhe të pjesës së periodave për herë të parë apo të menarkës, ne kemi rreth 300 deri në 500.000 ovocite. Pra e shikoni se sa shumë është reduktuar numri i këtyre ovociteve apo vezëve, me kalimin e viteve këto reduktohen derisa pastaj në një moshë të caktuar vjen dhe menopauza ku numri i këtyre vezëve është krejtësisht i reduktuar dhe normalisht pastaj ka dhe mungesë të fertilitetit. Për të përgjigjur pyetjes tuaj, besoj është shumë e qartë në këtë lloj mënyre që mosha është një faktor shumë i rëndësishëm
për arsye të mënyrës se si ne jemi të ndërtuar. Pra, vim me një bazë ovocitesh në lindje që gradualisht me kalimin e viteve bien dhe mbas moshës 35 vjeçare, ky numër i vezëve është i reduktuar dhe gjithmonë ne do flasim me probabilitete dhe nuk duam asnjëherë kur flasim në mënyrë shkencore dhe profesionale, ne flasim për të gjithë njerëzit dhe sidomos ato njerëz që kanë nevojë për këshillat tona, që kanë problematika, sepse në raste të rralla ne gjejmë edhe shtatzani në mosha që mund të jetë e çuditshme apo raste të rralla. Ne nuk flasim për raste të rralla, ne flasim për probabilitetet më të shpeshta dhe duhet jemi shumë të qartë për dhënien e këshillave. Kështu që mbas moshës 35 vjeç ulet edhe numri i vezëve apo të ovociteve, por gjithashtu ulet edhe cilësia e këtyre vezëve, që është shumë e rëndësishme për konceptimin e një shtatzanie të shëndetshme dhe pa problematika, sepse në moshat e avancuara ndodhin aborte spontane të shpeshta dhe ndonjëherë njerëzit nuk japin dot shpjegim, por pikërisht këto ovocite apo vezë që mund të mos jenë cilësore dhe duke pasur defekte gjenetike, kuptohet dhe produkti i konceptimit apo embrioni do të jetë me defekte dhe me probleme dhe trupi normalisht këtë produkt konceptimi e flak jashtë në formën e një aborti. Pra, me kalimin e moshës vështirësohet mundësia për të ngelur shtatzan. Njësoj si te gratë, edhe tek burrat ka rol shumë të rëndësishëm mosha, sepse mbas moshës 40 vjeç, spermatozoidet fillojnë të kenë sigurisht edhe sasi më të pakët në numër, por mund të ketë shumë e rëndësishme është dëmtime të tjera në morfologji, në lëvizshmëri, pra gjëra të tjera që kanë të bëjnë edhe me pjesën gjenetike. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm në përcaktimin e diagnozave dhe mos të kalojmë direkt, siç ka ndodhur për arsye tabush apo mungesë informacioni vite më përpara, kur një çift nuk realizonte dot një shtatzani, gjithmonë fajinja vinin femrave dhe fatkeqësisht gratë dhe vajzat merrnin mjekime të panevojshme në disa raste. Kështu që gjithmonë duhet bërë konsultë çift për të përcaktuar mirë të dy palët, nëse ka problematika tek gruaja apo tek burri dhe që të vendoset pastaj për zgjidhjen. Problematika të tjera janë gjithashtu edhe në ovulacionin apo në çrregullimet e ciklit që ndodhin shumë shpesh për arsye të ndryshme, që një nga këto është sindroma e vezores polikistike që ne e hasim shpesh kohët e fundit, edhe vajzat e reja kanë problematika që kanë të bëjnë me sindromën e vezores mikrokistike, që ka të bëjnë për ta vendosur si diagnozë, duhet nëpërmjet 3 kritereve të Rotterdamit, ku duhet të jenë prezent 2 nga këto 3 kritere. Kriter shumë i rëndësishëm është përcaktimi ekografik i vezores me mikrokiste. Një kriter i dytë është çrregullimet e ciklit. Dhe kriteri i tretë shumë i rëndësishëm është çrregullimet hormonale që kanë të bëjnë kryesisht me rritjen e hormoneve androgjen, me gjithë pjesën fenotipike që shoqërohen nga këto çrregullime hormonale. Dhe shumë e shpesht janë ciklet anovulatore, pra kur nuk ndodh ovulacioni, dhe duke mos ndodhur ovulacioni, ne e kuptojmë që është gati e pamundur për të realizuar shtatzania në këto situata. Prandaj duhet që të vendosim diagnozën e saktë dhe të bëjmë një rregullim të ciklit, që të ndodhin cikle ovulatore të rregullta, pra të ndodhi ovulacioni. Se pa ovulacion sigurisht nuk ka çlirim veze dhe sigurisht nuk mund të ndodhi shtatzania. Një arsye tjetër shumë e rëndësishme është endometrioza, që në një kongres të para një jave ndërkombëtar të ginekologjisë u përcaktua me të dhënat më të fundit që endometrioza fatkeqësisht po shtohen rastet edhe te vajzat e reja. Kështu që duhet të gjithë bashkë
në komunitetin e mjekëve specialistë të bëjmë përpjekje për të vendosur diagnozat të sakta. Dhe kuptohet, kjo do eksperiencë dhe sigurisht duke u updateuar me të dhënat e fundit. Pra, endometrioza përveç shqetësimeve që jep në dhimbjet gjatë ciklit dhe dhimbjet duke prishur cilësinë e jetës, ka ndikim edhe në infertilitet. Gjithashtu, element tjetër shumë i rëndësishëm është bllokimi i tubave të fallopit, që janë pjesë shumë e rëndësishme për ndodhjen e një fertilizimi, bashkimin e dy qelizave, vezës dhe spermatozoidit. Dhe bllokimi i tubave mund të vijë nga arsye të ndryshme, por më të shpeshtat janë infeksionet seksualisht të transmetueshme, që fatkeqësisht të dhënat tregojnë që vitet e fundit ka rritje të këtyre infeksioneve, që fatkeqësisht edhe unë në praktikën time të përditshme i ha shumë shpesh për arsye të vajzave të reja që kryen marrëdhënie të pambrojtura dhe kuptohet edhe me partner të ndryshëm, duke shtuar probabilitetin e këtyre sëmundjeve dhe duke mos i diagnostikuar dhe trajtuar ashtu si duhet, këto tubat e fallopit vjen një moment që bllokohen duke krijuar ngushtime apo aderenca dhe duke predispozuar edhe për shtatzani jashtëmitre, por edhe në pamundësinë për të patur një shtatzani. Dhe ne këtë e vlerësojmë nëpërmjet histerosalpingografisë për të vërtetuar bllokimin e tubave. Situata të tjera që vështirësojnë realizimin e fertilitetit janë edhe pengesat mekanike, duke filluar nga fibromiomat, që mund të jenë submukoze, që mund të bllokojnë kanalin endometrial, apo polipet e ndryshme, apo infeksionet të ndryshme. Pra, të gjitha këto mund të favorizojnë për këtë infertilitet. Dhe ne duhet i përcaktojmë të gjithë faktorët me radhë, që ndonjëherë mund të jenë disa faktorë bashkë. Sigurisht, edhe përdorimi i alkoolit, i duhanit, apo lëndëve të tjera, ul në të dy partnerët fertilitetin. Pra, në përdorimin qoftë nga burrat, qoftë nga gratë, krijohen dëmtime të qelizave që janë shumë të rëndësishme. Bashkimi i dy qelizave sigurisht pastaj dëmtohet dhe vazhdimi një shtatzanie të shëndetshme. Pra, çdo element duhet vlerësuar. Sigurisht shumë i rëndësishëm është në kohët që ne jetojmë edhe stili i jetesës, obeziteti, rritja e insulinorezistencës dhe gjithë faktorët e tjerë ambiental, qoftë veç e veç, qoftë të kombinuar bashkë, japin një kontribut të rëndësishëm në pengimin e realizimit të një shtatzanie. Kështu që një vlerësim i detajuar për të përcaktuar problematikat para se të shkojmë në ndërhyrje të tjera që janë më invazive. Qartë, doktoresha, po ndotja dhe mënyra se si ne ushqehemi janë ndikues? Absolutisht, njësoj siç po e thosha më përpara, stili i jetesës dhe patjetër ambienti ka një rol shumë të rëndësishëm. Të gjithë ne jemi të ekspozuar nga ushqime të pakontrolluara, qoftë ushqime që janë të rritura me hormone, qoftë ushqime të tjera të ndikuara nga pesticidet e pakontrolluara, qoftë ambienti që sapo dalim nga dera e shtëpisë, që kemi një ndotje në të gjitha komponentët, sigurisht të gjitha këto kanë një rol shumë të rëndësishëm. Ushqyerja, vetëm një element të thjeshtë për pjesën e obezitetit, është një faktor shumë i rëndësishëm që jep insulinorezistencë, që kontribuon në atë që unë thash për pjesën e sindromës ovarit mikrokistik, ka një rol shumë të rëndësishëm në ndikimin apo në rritjen e këtij infertiliteti. Është e padiskutueshme. Të kthehemi tek fjalia që unë thash në fillimet e intervistës, ku ne kemi edhe mikesha, shoqe, kolege, për të qenë pak më e prekshme situata, që kanë për shumë vite me radhë kanë tentuar për të patur një shtatzani, ku në vlerësimet mjekësore
kanë rezultuar pas një lloj problematike fizike apo hormonale apo në vlerësimin e analizave, por është vërtetuar që vetëm stresi, se ndonjëherë për shembull, unë e theksova për kufizimin që duhet 1 vit marrëdhënie të rregullta të pambrojtura për ta konsideruar infertilitet. Ndërsa njerëzit që na rrethojnë sigurisht kanë ndikim në rritjen e stresit, sepse ndodh që çiftet diskutojnë me miq, me mikesha dhe kur kalon 1 muaj apo 2 muaj apo disa muaj dhe nuk po realizojnë dot një shtatzani dhe fillojnë ta diskutojnë me të tjerët dhe ato të tjerët mund ta kenë realizuar rastësisht shtatzanin që me muajin e parë apo të dytë dhe fillojnë të kompleksohen dhe të stresohen. Dhe stresi ka një kontribut shumë të rëndësishëm në pengimin e shtatzanisë. Është diçka e vërtetuar shkencërisht dhe është e theksuar gjithmonë në studimet shkencore dhe në literaturë. Dhe është e vërtetuar pastaj edhe në eksperiencën tonë me gjitha rastet që mund t'i kemi të shumta për qark nesh tek njerëzit që i kemi mbase edhe njerëz miq apo kolegë që për arsye të ndikimit të stresit sigurisht kanë patur bllokime të tilla. Prandaj, unë sugjeroj që çdo njeri ta kuptoj që secili nga ne është unik dhe secili nga ne ka gjenetikën e vet dhe mënyra se si ambienti dhe faktorët të ndryshëm ndikojnë te secili nga ne, kuptohet që bën të mundur që secili të ketë mënyrën e vet për të realizuar këto lloj situatash të ndryshme. Dhe prandaj asnjëri nuk duhet të stresohet dhe të marrë shembull të tjerët, por duhet të bazohet në gjëra të përcaktuar shkencërisht. Pra, vetëm kur ka kaluar 1 vit, atëherë ato duhet të shqetësohen dhe të fillojnë vlerësimet mjekësore. Vetëm nëse ka kaluar mosha 35 vjeç, atëherë ne sugjerojmë për arsye të moshës që këto vlerësime të fillojnë të bëhen pas 6 muajsh. Pra, nëse për 6 muaj nuk është realizuar shtatzania. Por në mosha më të reja, patjetër që do presim 1 vit. Nuk duhet të ndërhyjmë me mjekime pa pritur 1 vit që ky çift të ketë marrëdhënie të shëndetshme. Sepse na ndodh shpesh me emigrantët që mund të vinë vetëm për periudha të caktuara dhe gratë vinë të ankohen që ka 1 vit dhe nuk po realizojnë shtatzani. Po kjo nuk quhet 1 vit marrëdhënie e rregullt e pambrojtur. Kështu që në këtë situata jemi në situata që nuk futen te ky për kufizim. Pra nëse marrëdhënia është e rrallë 2-3 herë në vit kur vinë partnerët nga emigrimi. Duhet të kuptojmë që çdo rast është specifik dhe të përcaktojmë qartazi nëse është me vërtet infertilitet apo është diçka tjetër e shkaktuar nga rrethanat. Qartë, doktoresha, por nga ana tjetër ajo që neve vëmë re është edhe një kujdes i shtuar që duhet të ketë një grua gjatë muajve të shtatzanisë, apo jo, sa e nevojshme është që një grua të ndjek të gjitha ciklet që duhen me një profesionist. Kjo është absolutisht rëndësishme, sepse nuk duhet të nisemi nga raste të veçuara, të izoluara. Sepse në praktikën tonë, ne ndeshemi me gra që mund të kenë ardhur për të lindur direkt në momentin e fundit dhe nuk kanë bërë asnjë ekzaminim gjatë gjithë jetës së tyre dhe sigurisht gjatë gjithë shtatzanisë. Raste të tilla në gjithë Shqipërinë ka plot. Edhe në zona që janë më të thella, në zona që kanë vështirësi për të patur akses me shërbimin shëndetësor. Duke futur këtu të gjithë elementët që unë nuk dua t'i përmend të gjithë me radhë, sepse jemi koshient të gjithë bashkë, sepse një pjesë e madhe nuk kanë mundësi mbase edhe të kenë akses shëndetësor. Dhe sigurisht, këshillat tona ne i japim për gratë shqiptare njësoj siç çdo grua në vendet e zhvilluara. Kur një paciente vjen tek unë, do ishte kënaqësi shumë e madhe që pacientja të vinte përpara se të ngelej shtatzan dhe unë të realizoja me shumë kënaqësi dhe me dëshirë të madhe dhe përkushtim një konsult prekoncepcionale ku t'i shpjegoja çiftit
të gjithë ekzaminimet duhet të bëhen përpara se të ngeli shtatzan. Dhe kjo do ishte mënyra ideale të bën një kontroll të rregullt dhe nëse gruaja apo çifti kanë problematika shëndetësore të tyre, ne t'i trajtojmë qoftë infeksionet apo problematikat e tjera përpara se kjo grua të ngeli shtatzan. Sepse besoj ju e keni shumë të qartë, nëse një grua vjen tek ne kur ka ngelur shtatzan dhe ne duhet t'i bëjmë ekzaminimet dhe del me problematika shëndetësore, ne kemi shumë të vështirë për t'i dhënë mjekime, antibiotika apo mjekime të tjera një gruaje që është shtatzan. Prandaj gjëja ideale është të bëjmë këto konsultat prekoncepcionale që fatmirësisht çiftet shqiptare kanë filluar të ndërgjegjësohen dhe këto lloj diskutimesh, intervistash apo emisionesh janë për t'u vlerësuar sepse në këtë lloj mënyre bashkë me ju ne bëjmë një ndërgjegjësim të gjithë popullatës që të fillojnë të vinë të bëjnë konsultat prekoncepcionale që më përpara se të ngelin shtatzan. Kjo do ishte ideale. Por, neve do kujdesemi për gratë në çfarëdo lloj momenti që ato paraqiten tek ne. Por, sigurisht shpjegimet do filloj nga ai moment e mbrapa, se ne nuk e kthejmë dot kohën mbrapa. Prandaj, unë gjithmonë jam shumë e kënaqur nëse do ishte mundësia të jepnim këshilla për t'i parandaluar para se të ndodhin gjërat, sepse kur gjërat kanë ndodhur, asnjëri nga ne nuk ka mundësi ta kthej kohën mbrapa. Kështu që në atë moment kur pacientja na paraqitet, ne bëjmë kontrollin dhe i japim të gjithë analizat e duhura të protokollit dhe shpjegimi është që pastaj të bëhet kontrolli i përmuajshëm, qoftë ekografik, ku ekografia fatmirësisht është një revolucion në fushën e obstetrikës, sepse nuk është rrezatim dhe na lejon neve të bëjmë kontrolle të rregullta periodike një herë në muaj për të përcaktuar kontrollin ashtu siç duhet. Kuptohet shoqëruar dhe me ekzaminimet laboratorike të çdo muaji, sepse çdo muaj ka specifikat e veta. Tremujori i parë është shumë i rëndësishëm dhe nuk duhet të përdoren mjekime pa këshillën e mjekut, sepse është faza e parë në fillimet e embriogjenezës, ku çdo mjekim që mund të përdori mund ta dëmtojë embriogjenezën dhe zhvillimin e fetusit më vonë. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm në fazën e parë. Pastaj faza e dytë apo tremujori i dytë ka ekzaminimet e veta specifike që është ekoja morfologjike shumë e rëndësishme në javën e 22 dhe ka harë kohor 18 deri 24, por 22 është ajo e mesmja e ardhë, është eko shumë e rëndësishme, ekzaminim shumë e rëndësishëm ekografik, që shef të gjithë pjesët e trupit të një fetusi në përqindjen më të madhe për të përcaktuar anomali. Pastaj tjetër gjë është shumë e rëndësishme në javën 24 dhe 28, ne sugjerojmë provën e ngarkesës me glukozë për të përcaktuar te një grua e cila në analizë të thjesht glicemie ka dalë brenda normës, po duke bërë provën e ngarkesës në glukozë në javën 24 dhe 28, përcaktojmë nëse ka fillesat e ndonjë diabeti të fshehur gestacional, prap gjithmonë për t'i paraprirë. Dhe mbas javës 20 është shumë i rëndësishëm edhe fillimi i kontrolleve të rregullta periodike të matjes të tensionit, të matjes të albuminës në urinë dhe ekzaminime të tjera. Është shumë e rëndësishëm matja e tensionit arterial, sepse ndryshe nga njerëzit e tjerë, në një grua shtatzan, tensioni i lartë mbi 140 me 90 mm shtyllë zhiv është një shenjë që duhet na bëjë të kujdesemi dhe të marrim masa, sepse rrezikohet jo vetëm jeta e bebit, por ajo që është më e rëndësishme, jeta e gruas. Kështu që duhet kemi kujdes për këto kontrolle të rregullta. Tremujori i tretë pastaj ka specifika të tjera ku ne duhet të kujdesemi sigurisht edhe për elementë të tjerë, pra këto që theksuam, tensioni i arterial apo pjesa e rëndësishme e të gjithë elementeve që diskutuam, por edhe të vlerësojmë rritjen e bebit
sipas javëve të përcaktuara. Dhe në muajt e fundit duhet i kemi me kujdes më të shtuar vlerësimin e tensionit arterial, vlerësimin e albuminurisë në urinë dhe analizat e tjera të gjakut për të parandaluar ato komplikacione që kuptohet në tremujorin e tretë janë më të theksuara dhe që shtatzania të shkoj ashtu siç duhet. Dhe në javën e 40, që ne e quajmë java e pritshme e lindjes, por kuptohet bebi do lindi atëherë kur do fillojnë dhimbjet, por ne përcaktojmë ato probabilitetet bazuar në ato të dhënat shkencore. Qartë. Doktoresha, po ashtu ne e thamë që në krye të herës për skandali që ka shpërthyer në Europë për një burr i cili sperma që ai dhuronte kishte mutacion kancerogjen. Sa e rrezikshme është kjo dhe a mund të kemi dhe raste në Shqipëri? Në fakt, edhe unë e kam dëgjuar, por kryesisht nëpërmjet jush edhe diskutimeve që janë bërë, sigurisht duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur del një lajm i tillë, duhet i marrim me rezerva, nuk duhet të ngutemi asnjëherë për të dalë në përfundime, sepse janë informacione me ndjeshmëri shumë të lartë dhe mbase padashje mund të shqetësohen njerëz të tjerë që kanë bërë procedura in vitro dhe sigurisht janë të prekur drejt për drejt ato njerëz që mezi kanë pritur për të realizuar një shtatzani dhe aq më shumë kur kanë qenë të detyruar të kenë shtatzani me sperm donatore, kuptohet duhet jemi shumë të kujdesshëm. Tani, gjithmonë duke i marrë me rezerva informacionet, ajo që kam dëgjuar është bëhet fjalë për një dhurues në një nga bankat më të rëndësishme të ruajtjes së spermatozoideve në Danimark, që kuptohet është një shtet i zhvilluar me standarde të larta dhe kuptohet edhe kontrolli është sigurisht i niveleve të larta. Bëhet fjalë për një dhurues që është danez dhe kjo ka ndodhur që në 2005 kur ai ka filluar të jetë dhurues i spermës së tij dhe thuhet për gati 200 fëmijë në shtete të ndryshme, gati në 13 shtete të ndryshme. Në ato që unë kam dëgjuar, kuptohet gjithmonë informacione jo zyrtare, por çfarë ka dalë në media, është thënë që edhe në Shqipëri ka patur marrje të kësaj sperme nga disa kompani në Shqipëri apo disa që mund të kenë lidhur kontrata. Por nuk ka asnjë lloj informacioni zyrtar, pra çdo lloj gjë është bërë e njohur nëpërmjet gazetarëve dhe madje kam dëgjuar që dyshimet e para kanë lindur gati një vit më përpara në Kongresin e Madh të Gjenetikës që është bërë në një konferencë të madhe, kongres të madh, ku është ngritur dyshimi për 10 fëmijë të vegjël të moshës pediatrike që kanë shfaqur shqetësime të tumoreve të ndryshme, kancerogjene, dhe që këtu pastaj janë ngritur dyshimet e para se si është e mundur të ndodhin këto probleme tumorale tek fëmijët e vegjël dhe në këtë lloj mënyre kanë filluar të bëhen studimet, ekzaminimet e thelluara dhe pastaj kanë dalë në konkluzionin që të gjithë këto fëmijë rezultojnë nga i njëjti dhurues. Dhe pastaj është thirrë studimi dhe investigimi derisa janë përcaktuar gati 200 fëmijë. Tani sigurisht në këtë lloj situate, duke qenë se ky ka të bëjë me një mutacion shumë të rëndësishëm që ndodh në ato që ne e quajmë roja e ADN-s, apo pjesa jon gjenetike, apo ADN-ja jon, ka supresor tumoral gene, dhe që janë këto gjenet supresore tumorale që fatmirësisht ekzistojnë për të frenuar shumë fishimin qelizor. Dhe në këtë person ka ndodhur dëmtim apo mutacion
mutacion i këtij gjeni supresor, por fatmirësisht ka qenë formë mozaike. Mozaike do të thotë që nuk është i shprehur në të gjithë qelizat. Dhe po flasim këtu për qelizat që janë qelizat seksuale, pra tek pjesa e spermatozoidit. Kjo shpjegon arsyen se pse mbasi i ka shpëtuar testimeve, sepse ky mutacion nuk del në analizat e gjakut apo në ekzaminime të tjera. Ky mutacion përcaktohet vetëm kur qelizat, spermatozoide apo lëngu seminal çohet për ekzaminim të thelluar gjenetik, që mbase në atë kohë thuhet që nuk ka qenë zbuluar akoma teknika për ta përcaktuar këtë lloj mutacioni të rrallë. Pra mund të jenë shkaqe të ndryshme pse nuk është përcaktuar, po një nga shkaqet është sepse duke qenë formë mozaike, pra është shprehur vetëm në 20% të qelizave mashkullore të këtij personi, dhe në këtë kuptim, pra nëse analizohen të gjithë qelizat, vetëm 20% dalin me këtë problem. Dhe mbase kjo shpjegon dhe problematika të tjera pastaj që ne sigurisht nuk mund t'i dim, sepse shtete të ndryshme, banka të ndryshme të dhurimit që ruajnë spermatozoid kanë rregulla të ndryshme, por e rëndësishme është që të gjithë duhet të përpiqemi që të ndikojmë që të fillojnë të unifikohen këto standardet e kontrollit dhe duke shpresuar që mos të përsëriten situata të tilla, apo duke shpresuar që numri i këtyre fëmijëve të prekur të jetë sa më i ulët dhe të fillohet të përcaktohen ato fëmijë apo ato individ që e kanë këtë mutacion, sepse këto fëmijë që kanë këtë mutacion kanë probabilitetin për të shfaqur kancere që në moshë të hershme dhe pastaj në vende të ndryshme të trupit dhe kanë probabilitetin gjatë gjithë jetës. Prandaj duhen përcaktuar sa më shpejt dhe të bëhen pjesë e ekipeve të vlerësimit mjekësor multidisiplinar për t'i paraprirë, për t'i parandaluar apo për të kujdesur në një ekip multidisiplinar. Prandaj thash, duhet jemi shumë të kujdesshëm kur t'i marrim këto informacione dhe t'i diskutojmë. Sepse ne të gjithë bashkë bijem dakord. Çiftet në të gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, kur një vajzë martohet me një djalë, nuk besoj se ka ndonjë vajzë që para se të martohet ka kërkuar që partneri të shkojë të bëjë të gjithë analizat e thelluara gjenetike, që jo vetëm se janë shumë të shtrenjta, por kuptohet nga ana psikologjike kanë një ngarkesë shumë të madhe. Dhe besoj bijem dakord të gjithë që asnjëri nga ne nuk ka bërë analiza gjenetike rastësore. Vetëm kur ndodh një problematik në fis apo në brenda familjes, pastaj njerëzit e tjerë fillojnë për arsye parandalimit të bëjnë kontrole, sepse janë analiza shumë specifike gjenetike. Kështu që mendoj duhet t'i marrim me rezerva të gjithë informacionet. Qartë. Doktoresha, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë hapësirë dhe faleminderit shumë për gjithë këshillat që u ndat.